Adrenalina dhe pamjet mahnitse nga lart kanë kthyer hedhjet me parashut në një nga aktivitetet më të kërkuara në këtë sezon në qytetin e Vlorës. Jo vetëm turistët e huaj, por edhe të rinj vendas po zgjedhin të provojnë emocionet që ofron qielli mbi bregdetin e qytetit të Vlorës. Instruktorët thonë se interesimi është rritur ndjeshëm këtë vit, veçanërisht në fundjavë kur shumë persona rezervojnë paraprakisht për të provuar këtë eksperiencë unike. Kështu po bëhet gjithmonë më atraktiv për turistët, domethënë për këto hedhjet me parashut. Se shohin vit për vit, puna shtohet. Turistët e huaj janë gjithmonë dun aktivitete, domethënë paragliding, ndoshta quad, bicikleta, hiking. To turistët që vinë këtu patën e shoh që nuk duan të rinë shezllon aty. Gjithë mahnitën ku shkojmë atje lart, domethënë. Janë shtu turista, domethënë, thjesht domethënë, janë turistat më me shumicë dhe kuptohet që ka kërkesa më tepër. Vlora është bërë shumë atraksion, tash po e njohin gjithmonë më tepër. Qoftë edhe një herë në jetë duhet ta provosh, domethënë është një eksperiencë që jep shumë endorfinë. Hedhjet kryen nga pika të ndryshme si ajo pranë Llogaras dhe segmentet bregdetare me pamje nga gjiri i Vlorës, ku kombinimi i detit, malit dhe qiellit krijon një spektakël të rrallë natyror. Kjo aventurë po kthehet në një mënyrë të re për të zbuluar bukuritë e qytetit të Vlorës mes emocioneve, lirisë dhe pamjeve që të lëm pa frymë.